Apeli i GKK do të rigjykojë dosjen penale ndaj të shumë kërkuarit të drejtësisë Domart Konjari me një tjetër trup gjykuese. Mësohet se gjykata e lartë një ditë më parë ka prishur vendimin e shkallës së dytë, që e ka dënuar Konjarin me 15 vite burg në mungesë. Konjari më 7 tetor të vitit 2021 u shpall fajtor me vendim të formës së prerë për një sër akuzash që përfshin krim, organizim dhe drejtim organizate kriminale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, falsifikimi letërnjoftimeve, pasaportave, vizave dhe korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Sipas prokurorisë, Konjari është i përfshirë në trafikun e kokainës dhe heroinës nga Amerika Latine në Europë dhe kryesisht në Francë. Konjari dyshohet se drejtonte rrjetin e trafikut të kokainës në disa shtete të Europës qendrore, pasi mendohet se ka lidhje direkte me burimin në Amerikën e Jugut. Ai është gjithashtu i akuzuar i kryesor për ekzekutimin e Devi Kasmit, me të cilin kishte pasur edhe bashkëpunim në fushën e narkotikëve.